ka qenë parimor në zgjedhjen e këtij komisioni, prej fillimit të këtij komisioni ka qenë Partia Demokratike. Në mandatin e kaluar, edhe pse kemi pas 13 numra në kuvend, për me rujt unitetin e kuvendit, kemi dërgu njerit lidhjes demokratike në komision. Kështu që kemi votu Shefqet Dautin edhe Naim Zenën. Në mandatin që jem tash, për hir të unitetit kuvendit, kemi votu njeri që e ka delegu Partia Demokratike dhe kemi votu njerit vetëvendosjes. Edhe pse, antarët e vetëvendosjes përfaqësuesin e vetë se kanë votu, të munu më bo pazare në Ertovolina. Ka qenë kështu edhe unë besoj. Besniki duhet me konë mirënjohës ndaj Partisë Demokratike që e ka votu se s'ja ka pos bërgjë. Bërgjë ja ka pos antarëve të vetë, jo besnikut. Po, për me rujt unitetin, për me ditë që kuvendi nuk është gjithë shka politik në kuvend, e kemi votu përfaqësuesin tonë dhe Besnik Seferin. Besniku gaboj që tha, po më shkarkoni. Nuk është mirë Besniku me paragjyku se qysh kanë pos me qenë votat. Partia Demokratike e ka votu me vullnet. Edhe, unë nuk pedi me fargudzimi tha, vetëm nëse kanë pos me shkarku vetëvendosja. Edhe në fillim se kanë pas votu. Nëse ka pos me shkarku vetëvendosja, nëse kjo ka informat që grupi vetëvendosjes e shkarkon, është tjetër tim. Po pas dhonës dorëheqjes Besnikut, tash na si kuvend e kem obligim me zgjedh një përfaqësues tjetër. Kështu që tash del një propozim edhe i këshyru me emrat, nëse e kem vullnetin e votojmë, nëse ju votojmë kundër. Faleminderit. Besnik, edhe njëherë për të thënë, mos paragjykon vot. Partia Demokratike 7 votat i ka dhënë për me shkuq atje. Edhe plotësisht kemi mendu që e meriton. Po, mos bak si ofendime tash edhe mos u bë mirënjohës. Faleminderit. Faleminderit shumë. Zotëri Emine. Faleminderit kryesues. Realisht na i kemi dy antarë që kanë në kuvendi, që të dy kanë performancën ose përgjegjësinë e njëjtë. Nëse shkarkohet Besniku për shkak performancës dopt, atëherë duhet më shkarkohet edhe antari tjetër sepse janë të barabartë. Absolut asnjëri as tjetri s'kan kompetenca më shumë se njëri prej tjetrit. Megjithatë na pedim ku është qëllimi dhe ku është tendenca. Kryesues i atij komisioni është vetë sa me mojt takimin. Absolut asnjë dallim s'kan tjetër në vendimarrje po flas. Megjithatë është çështje juvja. E dyta, përparimi tha që mos paragjyko votat, na e kemi një propozim par konkret për shkarkim të Besnikut, që kryesuesi ka obligim ligjor me qitë në votim, dhe tjetra e kemi një dërheqje që pa dyshim duhet me aprovu ky kuvend, se ky kuvend e ka emnu, unë konsideroj që nuk duhet me aprovu dërheqjen Besnikut edhe të instancën e radhës. Arsyeja është që veç ka fillu faza e zgjedhjes të antarit të bordit edhe nuk duhet me mbet keq. Dihet që zgjedhja një antari të ri tash nuk mundet me zhvillu punë pa u kry vendimi me APL-s. Prandaj kryesues ti duhesh me qitë në votim qoftë propozimin për shkarkim, qoftë aprovimin e dërheqjes Besnikut, që unë jam kundër. Për herë 2 minuta, zotëri Tërshani. 2 minuta. Faleminderit kryesues. Unë nuk e di pse po prejudikohet më mendime, propozimi ka veç rishqyrtim. Domethënë as se kanë sqaruar që po dojna me shkarku Besnikin, as atë djalin tjetër këtë PDK-s. Na kanë dashur me diskutu, edhe me rishqyrtu komplet vendimin. Besniki po më keq që dha dorëheqje, edhe nuk u konë qëllimi jonë kë. Kështu që unë menoj që... Më regull? Jo, unë nuk me dojnë kundra vullnetit tina. Unë po thamë me plot sinceritet që nuk u konë qëllimi me shkarku asë njo, me shqyrtu, mirë po unë e përkroj mendimin e Besnikit më si ka dhonë dorëheqje, dhe unë kështu që pajtona. Faleminderit. Zotëri Tërshani, këtë që e thoe, një fëmijë klasës parë më ndëgju
e kupton që s'është e vërtetë. Pse? Rishqyrtimi i vendimit e ke kërku. Për çka ka më rishqyrtuar vendim? Përveç 3 anëtarëve të komisionit mi shkarku ose mi zëvendësu. S'ka tjetër sa në atë rishqyrtim. Apo? Veç ta përfundoj. Zotëri Ramusa tha që na i kem pas 13 vota në mandatin e kaluar. I ke pas 8 vota, zotëri Ramusa. Si PDK. 8. I ke kontrabandu vota tjera. Po. Po e di se unë jëmë kom pjesë e opozitës. Edhe disa. Po si jëmë kom po që kamerat jemë për këtë punë. Po. Ndëgja. Pjesa tjetër... Jo, a bën me përfundus, ndërpreva. Lidhje. Ja, si më të folë pa lidhje. Me pa lidhje të full. I ke pas 8 vota. Mirë që e keni parapo me qanë edhe i LDK-s edhe me kriju atë unitetin. E pas ki parapo edhe në këtë mandat me kriju unitetin me 11 vota me Besnikun, zotëri nga LDK-ja si e ka emrin dhe aj nga PDK-ja. Pse sot po doni me prish atë unitet? Cila është arsyeja që ju sot po doni me prish unitetin e çatyne njerëzve që i keni votu ju i keni zgjedh? Pse e keni një vot plus ose minus? Ndoshta se keni. Ndoshta dhe keni, po ndoshta se keni. Dhe kjo i bjen që kjo s'ka të bëj me pastërtin heq. Bash heq s'ka të bëj me pastërtin. As s'ka të bëj me kontratën bash heq. Kjo ka të bëj me shtinën ditës, me çu me rahatu dikon, tash me thonë, po na vje keq valla që Besniki u tregu burr. Se në qoftë se ju e keni mbështet Besnikun, edhe Besniku juve ju kam mbështet. Edhe sot po shihet loja juaj që e keni pas atëherë. Loja politike. Çka thojnë ana mrena subjektit ton, janë çështje të brendshme. Të kisha lutë e thash disa herë, ngrete dorën, merre fjalën edhe ty t'i jap këtë argumentet. S'është hiç problem. Unë nuk e kam problemin këto. E kam problemin të arroganca e një vote. Unë jam kryesuese përfaqësoj lëvizjen vetë vendosje këtu në kuvend, edhe krejt kuvendin. Sepse kanë votu njerëz me të përfaqësu kuvendin. Po. O i udhëheqim mbledhjet. Po nuk është në rregull me u munu tash ti me thonë po na vjen keq neve e të kalumen e të ardhmen e kena kriju na një farë uniteti e në fond del që për shkak një pozicioni që doni mja dhonë dikujna me bo atje pozore politike që po i përmeni jo, që se dikush bën pozore politike larg ty be na dhe me desh zdina me bo pozore sa keni boje. Jo, po zdim, jo një profesionista. Kështu që unë e kom e hu në votem, edhe jo votani edhe shkarkimin, edhe ngarkimin, edhe shqyqër zoti që jem live i shojnë qytetarët këtë gjona, edhe ata vlerësojnë pastaj. Zotri Gashi për herë të parë? Me të vërtet është mu për mlenë në befasu rrës qashtjes tane. Kryesus, nuk je kryesus i vetëm i një subjektit, je kryesus i kuvendit komunal komunës Shtinës. Pikërisht ti je ai që përshkel rregulloren në këtë kuvend. Herë pa bësh zyrtar ligjor, herë pa bësh një farë profesionaliste ekonomik dhe pi shpjegon senet, herë pa bësh një farë kuvendori pi vlerëson njerëz, kush është burr i mirë, kush është burr i keq, cili është burr, jo si ka 2 minuta thotë, si pazarlloqet dhe marifetllëqet kanë fillu mbrapsht, qysh në fillim. Të gjitha komitetet, të gjitha komisionet, të gjitha drejtorit. Arsyeja ju e dini këtu
dikush thetë para folës të mi thanë, këtu pishohëm si po bohen pazore. Këtu pazore dhe devijimet e pazore, mos të antratit e pazore, në marrëveshje, jo pazore kërkoj folje publikisht, kanë fillu në qysh në emërtime të këtij komisionit. Unë jam përfaqësues i Lëvizjes për Bashkim dhe jam vetëm një anëtar, kërkoj mbështetjen çdo vendimi të cilën, çdo propozimi të cilën unë kërkoj nga të gjithë subjektet. Po mbi gjitha, nëse ishna një përfaqësues i një subjekti politik të cilën do ta kisha një numër më të madh, do të kërkoj dhe do ta nisha keq nëse anëtarët e përfaqësimit subjektit tim nuk do të përkrohen. Dhe ato pikërisht nina keq. Tash nuk nina keq, anë përkroh subjekti LDK, AVV, APDK. Pazarllëqet dhe mos përkrohja e subjektet të cilët i përket, do të më një vetin keq. Ato qysh në fillim, diso thirrën në emër e mbi emër. Po mbi gjitha emri dhe mbi emri është i përveçëm. Duhet më thirrë në adresë. Po adresa dikuj i humb. Pse i humb, shtohet pyetja. Se ka shumë vizitkorë të në gjepë. Dhe kur të ashtin dorën, tutet, mos po gabon pa kop në i vizitkorë tjetër dhe del diçka tjetër. Ju lutëm, emër dhe mbi emër gjithë jemi të mërtumë këtu. Adresën të dim, thirrëm në emër subjektit, në emër të interesit qytetarëve, konform ligjet. Edhe njëherë kërkojnë nga ti, mos e shkel rregulloren. Ti e ka shkel rregulloren, ti e ka bosh profesionalist zyrtar, profesionalist ekonomist dhe një pleqënar i mirë, të cilët prithu ti e plak i mirë, ti e burr i mirë, ti e djalikes. Të lutem, moj Ranin, je kuvendor, të kemi zgjedhë kuvendor, kam respekt për ty, vazhdojmë kuvendin. Ti dhe sa e shkel rregulloren, edhe asamblejes tjetër nuk pritet kur gjatë tjetër për si nuk e shkel. Faleminderit. Faleminderit zotri Gashi. Unë nuk po e di thjesht ku e shkela rregulloren. Unë jam të kërku që nga fillimi i seancës mos ndërhyni njëri tjetrit, respektoni njëri tjetrin. Jam të kërku që nga fillimi i seancës mos të hymë çështje personale, nëse ty kjo duket shkelja rregullores dhe pleqni, mi u kërkun mirë besem, mos me ofendu njëri tjetrin, atëherë le të mbetet ashtu. Unë kështu po kërkoj. Edhe do ta kërkojnë secilën seancë. Sa i përket çështjeve për ekonominë, flas aq sa di. Aq sa di. Jam profesionist, me çaq sa di flas. Po nuk është etike më thonë je boni far pleqnari. Unë ty s'ta kisha thas njëherë. Unë si jam pleqnar. Po prap let mbetet ashtu siç ti mendon. Kështu që te kjo pikë randi ditës i kena dy propozime. Një propozim është dorëheqja po e zotrisë Seferit që do të hudhet votim. Dhe propozimi tjetër është shkarkimi i zotrisë Seferit nga zotri Mujota. Në këtë rast, më falë edhe zonja Zenia Veliu, pas ka kërku fjallën nuk e kam pa, për herë të parë. Ja kalojmë fjallën e pastaj kalojmë votim. Faleminderit. Zonja Veliu. Faleminderit shumë, përshëndetje për të gjithë, përshëndetje edhe për ju kolega asamblesë. Dhe ishte adhon të jap mendimin tim lidhur me këtë pikë të rendit të ditës. Mu po vjen mirë mas pari që qysh në fillim shkun aty ku dashtën. Është gatu për me shkun shkarkim. Edhe shkun drejt për drejt. Sa i përket asajna, a e përkrahmi besnikun apo jo, ajo është çështje individuale e jonja. Mirë po përderisa besniku aq qartë për tregon se është në proces zgjedhjes. Nuk përshat arsyeshme, nuk përshat diçka të keqe këto. Punë komisioni u të bo. Mirë po, ajo muqa po më pengon mas shumë të është kur pi përmeni numrat. Pse mërvlon numrat ju pi përdorni veç kur diçka nuk është në interes qytetarëve? Pse nuk po i përdorni numrat në interes qytetarëve kur është e mirë diçka për qytetarë? Mirë po aty ku neve nuk na konvenon, ne po thirremi në ato se këtu jemi orë me votat qytetarëve.
Edhe në realitet, këtu ta është i për interesa personali për përdorën votën tonë. Na mujna me vazhdu, përderisa besniku është të udhëheq komisionin, na nuk mujna me lanë të ashtë mu shkarku besniku, me lanë edhe komisionin. Së në momentin që të rriqet besniku, edhe i komisioni ka me dështu. Tjetër unë diçka nuk isha pas për me shtu. Mirë, po ju kisha lut të përmbohemi në rand edhe të mos ta fym njëri tjetrin, se asku nuk na çon kjo thyrje. Faleminderit. Zotëri Jakupi. Po e patë për herë të parë, thash. Atëherë edhe 1 minutë zotëri të shani se ka për herë të tretë. Kryesues, në fillim, me të thonë drejtëm sinqerisht nuk pëlqeve dhe menova që po vazhdojnë çështu. U deklarove vetë që po du më dhona hapësirë, po du më konë transparent, të din shpesh më konë ndryshe. Dhe më nuk shka zgjysore e ndrove. Dhe më thonë, kjo është sistemi i vetëvendosjes që pak ju do të me lëvizë dhe më ndeni aty ku jeni ma të mirë. Pajtonë me parafolësi që e ki obligim të jeni udhëhet si seancës, e ki obligim e mojtë më një baraspesh, një respekt më në reciprok, edhe kur gjo ma shumë je pjesë e jona, këna përmeni 100 herët, më nësë kur gjo tjetër s'ki ma shumë se na. Po një përshtypje kolegja, unë e thasha dhe ma herët që na kërkum rishqyrtimin e vendimit, kur kush nuk e pat qëllimin me shkarku besnikin. Tash besnikit edha dorheqe, vish ta përfundoj, besniki edha dorheqe vetë, nashta dhe ai zotëri Hajrizi jep dorheqe nesër, nas më na minol. Mirë po, kja arroganca numrave, domthonë vetëvendosja është shembulli më i mirë mos e qysh keq përdoret. Mjafton me lshu mbledhjet e kuvendit domthonë në nivel qendror, edhe e shenit. Kështu që pjesë për hapësirë këtu për kulturë ose për këshilla domthonë të paktën vetëvendosja nuk ka mundësi. Faleminderit. Pa tjetër, zotëri Jakupi. Të ndërum qytetarë të komunës së Shtimës, të ndëruar anëtar kolegë, zotëri Ademaj, zotëri Beqa, ju gjithë të praneshëm që jeni këto. Unë du me u zgjeru pak me diskutu, për shkak se shumë po përdoret kjo çështja e interesave të qytetarëve, që gjëja ne si subjekt politik, nuk jemi të gatshëm me bë ato, nuk jemi bë këto, edhe tash edhe këto, abdin po mënohet kishë na po bojmë pazar me vota, sa për qytetarët e komunës Shtimës me njoftu, edhe pse nuk më dosh me ngrit këtë temë, nuk keni lanë anëtarë të kuvendit pa i qu njerëz për mi blej. Gjo që keni bëhe vepër penale, ama ata njerëz që po shkojnë që po din nuk e din se pi përdorni si mosha, disa personalisht, jo, udhëheqësia, kryetari i komunës e duke fshit tutje krejt. Kështu që me na fol neve ju për pazar të votat që s'keni lanë sen pa bë deri më sot, gjyq po ndoket shumë e çuditshme. Me na treguan të kaluamën ja keni bën ata, keni bën këto, janë kom për 2 kë, as janë kom për 2 kë, ku janë kona që kanë bën. Sot e kemi një situatë të re, tani mandej për interesa personale, ku e di, në këtë ato po marrë është me po shka po shkruhet për media, për interesa personale, u punsu kjo, qytetarët i din këto sen, edhe unë e kam për ata, se kam për juve, se e di që ju s'keni, kur t'ju konvenon, shumë keq është. Kur t'ju konvenon, fakt, shumë keq, kur t'ju konvenon, mirë është, vete se kjo është politik nacionale, është politik e vetëvendosjes, kështu që sot e kemi një situatë të re, është bën një diskutim, jo shkarkimi, jo dorëheqja, jo ato, megjithatë është një dorëheqje që është publike, edhe e përgëzoj besnikun për angazhimin që ka bë, punën që ka bë, po edhe për këtë vendim të fundit që e boni, për shkak se vetëvendosja nuk e ka përkrahur anëtarin, në këtë rast anëtarin e komisionit pastërtisë, për mi u dalë ndim pastërtisë në komunën e Shtimës, po nëpërmes pastërtisë edhe qytetarëve të komunës Shtimës. Kështu që unë e propozoj, kushdo që tash e tutje ka ndonjë propozim, lejesht në të vazhdojnë me propozimet, e zgjedhëm anëtarin e ri, për shkak se u kriju një situatë e re, po nëse doni hodhni në votim nuk është problem, këto vota vendos edhe kur gjo kërkujna. Nuk di pse po diskutohet ashtë jo çështja pazari, jo pazari, jo. Keni shku secilin anëtar të kuvendit të komunës, jeni të e lutë, jeni të ju ofru pozita ndryshme, jeni të ju ofru punësime ndryshme. Ju bani pazaret në shefta, kështu që këtë tek e fundit qytetarët din që s'ka këtu kur far pazari, po qysh është
largu ky tjetri, nesër largohet ai tjetri, varësisht për punës edhe për angazhimit që mundet me ndodh. Kështu që pushteti aktual nëpërmes anëtarit të LDK-s edhe vetëvendosjes, ne kemi një gjendje kaotike në pastërtinë komunës timës edhe po kërkohet një diskutim, një rishqyrtim, po edhe ndoshta ndërrimin e anëtarit të komisionit, kështu që s'ka të keqe kurrë. S'di pse për lidhje me ato çështje. Kështu që para se me drejtu gishtin nga ne, tërheqni pak do gishta tjerë drejtohen nga ajo, kështu që mos hym këtyre çështjeve, vazhdojna me propozimet edhe ka shkërkuj kurrë. Zotri Ramadani, pastaj zotri Ademaj. Faleminderit kryesues, përshëndetje për nënkryetarin, përshëndetje për drejtorat, për gjithë tjerë. Unë veç deshta pak me zonjën Veleu, e cila tha se pikini numrin e votave dhe po votoni janë të mirë qytetarëve, janë të keq. Unë mendoj që numri i votave në këtë asamble e përfaqësojnë numrin e votave edhe qytetarëve jashtë kësaj asambleje. Edhe ne nuk di që as ju që mendoni që sjellni pikat që janë në interes qytetarëve edhe që janë. Gjitha pikat janë në interes qytetarëve. Edhe këto që janë kundër që votojnë këtu, ne mendojmë që janë në interes qytetarëve edhe përfaqësohen shumica e qytetarëve këtu. Nuk do me thonë që tashti këtë vota, si cila vote ka një numër qytetarëve jashtë këtojit. Edhe nuk ka këto interes qytetarëve gjithë, edhe pse votojmë kundër, edhe pse votojmë për, jem të votu në interes qytetarëve. Faleminderit. Zotri Ademaj. Faleminderit kryesues. Përshëndetje për nënkryetarin, për anëtarët e kuvendit. Thash edhe unë du me dhonë mendimin tem lidhje me Besnikun. Unë mendoj se Besniku ka bërë një punë të mirë në atë komision, shto që nuk e di pse ky me afru ndërheqje, derisa na e dim që opozita është me shumicë këtu, është më mirë vendimin ta shohin edhe qytetarë që prej një punëtori të mirë që ka dhënë një kontribut të madh në këtë komision, dëshirojnë për me larguar, votat i kanë. Kështu që edhe një herë kisha kërkuar prej Besnikut që me tërheq çatë vendim që e morr, po tërheq për shembull që kërkoj mu tërheq nga ky komision. Kështu që nuk kemi na si pjesë e opozitës që diskutojnë më tepër, votat këta i kanë edhe në të mirë vendim që pe largojnë një, për shembull një anëtar të kuvendit i cili ka dhënë një kontribut shumë të madh në këtë komision. Faleminderit. Zotri Mojota, 2 minuta. Faleminderit kryesues. Besniki pas ofendimit nervozoj edhe lypa shkarkim Besnikit. Besnik thash jam i zhgënjyn fillim. Jam i zhgënjyn po këpiu kop stresi edhe pe hopni kontrollën kuvend edhe kur janë nisë me thonë politika të pesta që atëherë ma hype pulsin edhe thash kërkej për ofendimin thash kërkej shkarkimin tanë. O i kisha morë votat as i kisha morë, o çështje tjetër. Për men pun morreve do të më orë pun pazari. Po jo, pazare keni pos komisionin e pastërtijës. Edhe unë ja kum prish pazarin. Apet kam ja emëru njerin që keni tesh mi emëru jo. Apet unë njerin e juve, se nuk ka interes jame. Apet njerin që keni tesh mi avon komisionin, apet kam ja emëru une. E dyta, mbje keq për asamblejistës në interes qytetarëve, kur thet s'pi për parëse. Kërë me pastërtia interesi këno, kush vjen më të jek mbetërinë, ato e ndërume. Ai që kjo interesi qytetarëve që ta kanë mi shërby qytetarëve, edhe këtu duhet mi u gro punëve. Jo mi arrit pagën taksën qytetarët, e kënena mos mi kry punë të juve. Jo më ne prunë një raport më anku që nuk o të bo puna mirë, komisioni mos më ndërmorë kur gjon. Për që ata thash jam i zhgënjur me komisionin. Për çka votojnë në këto, mi zgjidh problemat. Kështu që unë shkoj me propozim, tash pa propozimin, unë prapja propozoj njerëz që keni bo marrëveshje më herët edhe i keni rrajt, i keni këput, i keni trahtu, unë ja propozoj apet njerin e ju, që keni desht me bon, që apet bane jo, apet unë ja propozoj Recep Goshin.
Replik, zotri Seferi 1 minutë, pastaj zonja Veliu 1 minutë. Faleminderit kryesues, çepse po tham po bëhen lojna politike. Se thot unë javë shkarkoj edhe jam emroj apet ato çka keni dashur ju. Domethënë që kjo është reshat. Atë. Po mos thuaj që si të bëhen lojna politike. Pikërisht ti e çaj që i ti bosh të gjona. Ti e çaj që prej fillimit është ditë edhe nga Partia Demokratike. Po thuhet, atëherë nëse me të vërtetë kjo ka kështu. Atëherë nëse me të vërtetë kjo ka kështu. Shumë mirë po të cova. Unë e thash e dhon këtë tërheqje sepse nuk bi prej qytetëve pazareve t'juja për shkarkim. Sepse nuk e bi. Hajde po tregonët sinqert. Vetëm pak, lutna, lem ta përfundoj. Atëherë nëse ju pas keni qenë për mua, unë po pe tërheqi shkarkimin tim. Ja, pe tërheqi, s'unë pe tërheqi shkarkimin tim. T'ja fsho njerëzillëkun e tyre se me të vërtetë çfarë njerëzillëku kanë apo votojnë besë Seferin ju. Faleminderit. Zonja Veliu. Po ti ja ke përmend zonjës Veliu. Faleminderit. E ka drejtën edhe atë replikës si ti. Faleminderit kryesues, faleminderit shumë edhe deshta Ju kisha lut. Faleminderit kryesues. Se dia ka... Më falë, zonja Veliu. Shka mirë me pos që 2-3 seonca po thëmë shumë kamera bre. Ju me fokusu vetëm një person. Ju kisha lut agem nga koanet. Edhe kur ta ndërprej njerëz të fjallën ta kem fokusin të le të shohin bre qytetarët. Sinqerisht tërë po m'vjen. O kolegë ndërum, e ka kërku kolegja fjallën replik, na bojmë shaka kënejna zgërdhijemi, më falnin shpreje. Ta lejojmë mor njerin let flet se e kanë votu qytetarë të më ormi përfatsu. Drejtër të lutë në nëzën e vendin. Zonja Veliu, ju kisha luta keni vëmendjen ta ndëgjojmë njerin kur fletës. Faleminderit kryesues, unë po e shoh që fjalimi im veç se nxiti disa reagime. Na e dina fort mirë edhe gjithë qytetarët e Shtimës se dinë se çysh ka funksionu në kalume në kuvendi komunal. Mirë po nuk po dojna mu kthy në ata në kohën e kalume. Ne po dojna me vazhdu me përpara. Tjetra, interesi qytetar është se qytetari po e pagun tatimin ose pagesën që i po i kërkohet për mbeturina, për mbledhjen e mbeturinave. Mirë po, ky komision të cilin sot po e kërkojnë anej me shkarku, nuk ka të bëj, kontratën nuk e ka lidh komisioni, kontratën e ka lidh drejtori. Komisioni nuk është përgjegjës. Jo, mësë jam të thonë tjetër sen, se kryetari komisioni vetëm e tregoj punën që e ka komisioni. Ka që në kisha për me thonë. Zotëria Mrushi. A i kryte replikat. Përshëndetje. Dhe përshëndetje për juve kryesues, kolegë deputet. Po e shfrytëzoj edhe në rastin pak kryesues se dikush ta tërheqë edhe ty vrejtin që pak po e shkel rregulloren, po te pjesat që kur po merr mikrofonin po na drejtohesh në përgjithësi neve deputetëve që pas mikrofonit po flasëm, këtë vrejtje po ta tham pikërisht ty që disa herë jetu interferu me disa deputet ose asembles, edhe uraj që kjo mos ndodh, mos marrëm shembuj, e din vetë që 2-3 herë që pa mikrofon për atje po flet, tash edhe mu, kështu që le ta shohin krejt qytetarët, pra atë pjesën e kamerave nëse i vendos edhe një përballë. Te pjesa tjetër, mu kyqin tem se se po ta në plan me u kyq, po e shoh që këtë dikush po shet moral politike, dikush
po thirret numra, dikush po thirren qytetar, secili këto e përfaqësojmë një pjesë qytetarëve, jena në petkun e disa subjekte politike, unë për shembull jam PDK dhe jam krenar, po s'kam qenë bashkëkrenar kur e kam votu Besnik Seferi në këtë komision, po me qenë që o bo jo mirë njës, edhe na tha një fjallë që se pretëm, unë paktën se prita, unë propozoj që të shkarkohet prej ati komisionit Besnik Seferi, në emër të PDK-s, edhe pres kolegët e me të paktën të përkrojnë këtë propozim, për vetë faktin që është mos mirë njës, edhe në atë fjallën që e tha ka qenë vetë pjesë e asajna kur kjo është emru, dhe më thonë nëse aja fjallë eksiston për ta, kjo ka qenë pjesë e asajna, momentin kur është emru në atë komision, edhe është përkron nga ne, kështu që pëllon ndërgjegjen e ti, se vetëvendosja po dëshmoni që jeni mos mirë njës. Edhe Armend Muja dje, ke mos mirë njës ndaj pizzës që ka hangur në bërg prej PDK-s kamishit. Këto ke keni në gjendë, dhe më thonë, e keni një të kalume dhe shfrytëzoni për qëllimet e juja, po në momentin kur mbështetni për murit që thënë pople, ka gja gërrithi. Faleminderit. Lëm, faleminderit. Sinqerisht po m'imponohet me reagu se kur për ju shoh përpara të fol njëri me tjetrin, e atje s'pe ndëgjoj çfarë po thot kolegja, po m'imponohet. Ato e thash për gjithë, nuk e thash vetëm për ju asambles, po edhe për veten. Edhe ju kisha lutë mos flasim bre për nivel qendror këtu, se t'i këqyrim në punët e tona lokale këtu, se atje ka kush e udhëheq, ka kush fol atje për nivel qendror. I keni edhe ju ata deputetë ju që i keni votu, edhe parti tjera. Flasim pak ma konkret për çështjen këtu që jem thirrur na. Nuk kem nevojë të him politikat mëdha na se s'uni çojnë ato. A pat zotri, më falë, zotri Mujota, desha me ta japë replikën, po ishe tu diskutu diçka dhe Faleminderit kryesues. Me të vërtetu, Besniki tash ka rënë dilem a mu hjek, a mos mu hjek, po unë i kallëzoj hiqet as hiqet. Domethënë unë lume përsëriti, unë kërkuva dhe shkarkimin e Besnikit, edhe Besnik ke bo gabime ku që kesh ngu e mledhjen, para 21 vjetë e thove kanë hec ata, edhe politikat peste, do me thonë matë mirë ata që kanë hec, që i këna hek për i këtuhet, qështu nga mirë, unë këti zonë ofendime qëtu se kena dherë njerës për ditën e sudit qëtu. E nga në mledhjen edhe unë ka që kisha që unë, si do që tjetë, apo pranan ndërheqje, apo pranan me pravu, a mund për që karkoj une. Cënë në beda? Vesh po du më të përgjigj që ato që ka e theti, nuk e kom fry kërkan, edhe është mirë ti me ngu videot, sikur që e ngan tani të shtëpia ku të shkojsh, sepse të vynë me ngu, sepse din me ofendu shumë, edhe masane unë e diskutimin e di shumë mirë temin. E di shumë mirë diskutimin tem që ka baj. Asesin jetën e kërkujt nuk hy, e asesin e personalitetin e kërkujt nuk hy, e një integritetin e kërkujt nuk hy. Di shka flas, sepse jam shumë i vedeshëm prej momentit të partë të nënshkrimit të marrjes së këtij pozicionimit të qenurit Asamblesë të Kuvendit Komunal. Atëherë për asë të unë votim edhe nënkretari Beqa dëshiron fjallën. Falënderit kryesues, përshëndetje për gjithë asamblesë dhe se kuvendarët, se ka herë edhe deputet, po i quajmë, po si do qoftë, po dihet për çka është fjala. Unë jam të ndëgju që një kohë debatin për një propozim që ka vendosur, po më duket zoti Tërshona, është në pyetje komisioni për
menaxhim, si po quhet tash edhe nuk jam shumë në rrjedha, por megjithatë po du me thonë shkurtimisht do informacione rreth, si me thonë, rreth gjendjes me pastërtinë komunën e Shtimës. Jemi dëshmitar që gjendja nuk është e mirë, ju jeni vetëdijshëm për këtë, jemi të vetëdijshëm të gjithë. Kemi shpërndajmë gjithandej deponitë mbeturinave, por po du më ju informu se për atë që unë e kam ujtë me qenë rrjedha, që në fillim gati të mandatit tem si nën kryetar, kam marrë pjesë në një takim të organizuar nga Gizhi Gjerman, të komunave të Rrafshit Kosovës edhe të Anamoravës, 11 komuna. Aty është nënshkruar një memorandum i bashkëpunimit të këtyre komunave me qëllim që të hartimit i plani strategjik 5 vjeçar nga Gizhi dhe mënyrë që të ditet në përfundim se si do të zgjidhet çështja e mbeturinave kur është në pyetje sidomos inertet po edhe plastika. Unë po besoj që tash është koha kur ata do dalin me planin strategjik. Ideja aty ka qenë që ngritën kapacitete të riciklimit të mbeturinave sidomos plastikës. Ideja është që ndoshta për këtyre kapaciteteve të ngritën në komunën e Gjilanit dhe të Ferizajt për të operu këto kompani që bojnë riciklimin si pas vlerësimit atje, sa unë kam ujtë me kuptu, nevojitën të zomë 700.000 banorë që prodhojnë mbeturina për që janë ajo ekonomikisht e qëndrueshme. Mirë po, këto projekte, si pas gjitha gjasa, do të investohen nga investitorë gjerman. Ne jemi dëshmitarë që nuk kemi zgjidhje të mirë për mbeturinat e plastikës, por edhe të inerteve. Mbeturinat e plastikës tash për tash dërgohen në depon e mbeturinave në Mirash, por ndërsa për mbeturinat e inerteve ne nuk e kemi edhe një zgjidhje, nuk e kemi një depo të veçantë. Kjo është gjendja, po llogaris, po besoj, ju e dini që edhe çështja e ndërmarrjes së pastërtisë për shkak edhe po diskutoni këtu kur është në pyetje komisioni dhe sigurisht nuk e kemi edhe performancën më të mirë atje. Ju sigurisht e keni pas rast me lexuar një raport aty, në shumicën e fshatrave të zonë kontratat që janë me ekonomitë familjare, nuk janë përfshirë gjitha ekonomitë familjare, një mesatar ndonë se atje duket që arrin dikun 70% sa unë e di, por një disa prej fshatrave nuk arrin as 50% e përfshirjes ekonomive familjare, që nënkupton se një 50% e ekonomive familjare, se familjen dhe për fshatra, shtrohet pyetja ku i qojnë mbeturinat. Për atë arsye, ne shohim mbeturina në lëmë, shohim mbeturina gjithandej shpërndame, ndërsa sipas ligjit, gjitha ekonomitë familjare të obligume të bëjnë kontrat me ndërmarrjen publike pastërtia, edhe pse është ndërmarrje regionale, mirë po si duket gjatë gjithë kësaj periudhe pas lufte, këto ndërmarrjet publike, kur nuk kanë konkurrencë, si më thonë, vjen deri te, le të themi, ramja e performancës, dhe ne edhe si organe komunale jem të interesuar, si institucione komunale, jem të interesuar të ndryshojmë gjendjen me pastërtinë. Tu u bazu edhe në strategjitë që janë në nivel nacional, ju e dini tash disa prej kryetarëve të komunave janë në vizitë studimore në Sloveni, ata vazhdojnë edhe në Amerikë, pikërisht për këto për çështjen e menaxhimit të mbeturinave, atje janë shku të shohin modelet. Neve na ngutet se ne kemi gjithandej mbeturina, po sipas gjitha gjasave, edhe nga vlerësimet e ekspertëve, komuna ka drejt me shtu konkurencën kur është në pyetje grumbullimi, menaxhimi, mirëmbajtja e mbeturinave dhe ka mundësi edhe ta themeloj edhe ndërmarrjen komunale, siç po ndodhin me disa prej komunave në Kosovë. Edhe kjo nuk kupton sepse ju duhet me, po besoj e dini këtë, nuk po duam ju ndërmarrja komunale, ndërmarrja regionale realisht ka kontrata me ekonomitë familjare, njëkohësisht edhe ka kontratë me komunën për institucionet në cilat komuna është përgjegjëse për pagesën e grumbullimit të mbeturinave. Që do të thotë se me këto po duam të them përfundimisht, sigurisht
në për disa prej komunave ishin edhe kompanitë private janë kyçur në grumbullimin e mbeturinave, bëjnë kontrata me operatorët, qoftë biznes ekonomik ose edhe familje. Edhe po du me thonë që rëndësia e këtij komisioni është e madhe, por konsideroj që duhet më qasë në mënyrë strategjike, mënyrë që me vërtet çështja e mbeturinave të zgjidhet përfundimisht, por ne do të jemi koherent edhe me strategji që merr në nivel nacional. Po besoj që edhe amësarime, po unë po du me thonë që është pak si e tepërt të diskutuar shumë për komisionin për antarët. Unë e kuptoj që edhe këta kanë rëndësi në menaxhimin e përgjithshëm në kur është në pyetje pastërtia, por konsideroj që shumë më shumë do të më dhënë rëndësi aspektit strategjik të menaxhimit të mbeturinave. Faleminderit. Faleminderit nën kryetar Beqa. Zotëri Aslan Beqa. Faleminderit kryesues, i nderuar nën kryetar, të nderuar drejtar dhe ju kolega Santes. Para se me hudh në votim këtë rishqyrtim të anëtarëve të komisionit të kryerjes së pastërtisë, veç duhet të sqarojmë që komisioni nuk ka kompetencë që të lidh kontrata apo të shkput kontrata në mes komunës dhe kryerjes së pastërtisë. Për këtë sqarim i shkon mirë më kanë drejtori këtu dhe më na jepni sqarim shtesë se për çfarë arsye nuk është vazhduar kontratë. Ndërsa në momentin e futjes në randitet këtij rishqyrtimi, unë nuk kuptoj direkt edhe sakt që ka më shkarku një antar i këtij komisioni. Nëse nuk kupton diçka tjetër, ky rishqyrtim apo kjo kërkesë për këtë pikë të randitës, kisha kërkuar nga asambleisti Holmes Trshoni le ta sqaron çka nuk kupton rishqyrtimi që e kërkoj këtë pikë të randitës si rishqyrtim të këtij komisioni. Ndërsa me asambleistin Recep Goshi duhet ndërlidhem veç pak, kur flet për moral politik, nuk di so pazari ke bon rregj deri tash me secilën parti për komisione, për projekte, për sa të tjera. Mos na folni për morale politike, disa që edhe çdo qytetar në shtimi një. Faleminderit. Zotëri Trshoni, s'ke përgjigje. Po pa tjetër, vetëm se ja përmeni fillimisht emrin zotëri Trshonit, s'tani po ankoni për shkel rregulloren. Zotëri Goshi. Faleminderit. So për sqarim e ju të asamblejësit se nuk kam obligim të dhon llogaridhonja një asamblejësit të cilët më njeh mirë so pazor dhe çfarë marrëveshje kum bë me subjektet edhe prej unë jam legislaturin e tretë. Në opinionin do t'ja shpjegoj, edhe opinioni e din qytetarët e komunës Shënimës, asë një marrëveshje nuk e kum bë me ekzekutivin paraprak. Ka qenë për dy këja të cilën 2013 publikisht e tam, 2013-2017 me ka dhënë drejtorinë e shërbimeve publike ose nuk pja lakoj emrin, ka qenë një asamblejës tjetër me 2 vota e kanë morë. Pazari, ju lutëm Pazari me 2 vota mësimore me një drejtori cili është Pazari më i madh, nuk e kom pranu. 2017-2021 më kanë ofru përsëri për marrëveshje koalicionit, jo Pazare. Pazare, mos i çuni këtu se Pazarët janë kur njëri del prej subjektit vet dhe ban marrëveshje me dikant tjetër. Ato janë. Ma këtu janë vetëm koalicione. Koalicion unë nuk unë bo përsëri 2017-2021 me qeverisën aktuale. Qeverisën 2021-2025 publikisht im dole dhe kum përkro. Vetë vendosim. I vetëmi subjekt, Lëvizja për Bashkim ka dole dhe ka përkro. Dhe kum nejt shumë kemi nejt besnik ndaj këtij koalicioni. Në kësoj marrëveshjes të cilën e kemi posë. Kur farë marrëveshje nuk kemi posë. Me përgjësit plot thamë, kur ju mullë dhe kum bisedu, e kum lyp vis një qerem, du me të përkro pas një fakturë. Kryetori Qemal Aliu nuk ashtu mundet me shpjegu, vetëm kode shmitor ku kum nejtë, du me të përkro pas një fakturë edhe njëre përsëris. E kum përkro dhe në momentin e fundit. Momentin e fundit jemi ullë dhe kemi bisedu. Deri këtu jemi orë, kum qenë shumë i knoqër dhe përsëri po të kishin hetër punë të mirë dhe mborë, isha edhe shumë i knoqër, pse ku mendu si do të qeverisëm së boshu. Po qeverisja nuk do të thetë,
nuk do të thotë veç një përkrohje morale, se jena subjekt politik, intereset çdo kund, intereset e qytetarëve prekin. A e kun kalu buxhetin, nuk kemi gjetë gjuhë përbashkët për një drejtëri. Me një njeri të cilën një njeri ka qenë i burgosur politik, një njeri themeluesi i OÇK-s, një njeri me një bagazh të cilën mund me thonë asë një drejtor nuk e kanë as onën profesionale, as onën kombëtare, se po na lidh tash 21 vitit, qose pas para fol se 21 vitin e përmendën, nuk ka qenë, por nuk e gjetë gjuhën e përbashkët koalicionit, jo të pazarëve. Me asnjë subjekt politik nuk kam pas kur pazare, kur s'do të kem, do të jem çdo herë vetvetja, çdo herë përfaqësuesi i LB-s, çdo herë përfaqësuesi i qytetarëve të komunizmit, as so mujm, as so dim. Pazare të tërta nuk bujm. Publikisht jam dal, jam ul me juve kum bisedu, s'kum ul. Publikisht me PDK hala nuk jam ul me bisedu për kurrë. Momenti si dalë ulna dhe bisedoj dhe baj marrëveshje publikisht dalë tham, vetëm opozit jam. Opozitarizmi ime ka qenë se e kum kalu buxhetin. E kum kalu buxhetin, kum qenë konstruktiv. E kum kalu çdo vendim që një vit i nderuar. Çdo vendim që një vit që na ka orë prej ekzekutivit, nga kryetori që Majla Liu, e kum kalu vota ime. Pse? E kum pasin ndryshimi do të sjell qytetarët e shtimës pikërisht më mirë. S'muj me vlerësua ka sjell as ka sjell. E vlerëson koha dhe qytetarët. Një vit kum qenë pozit pa koalicion. Ka subjekte politike të cilët i kanë bërë pazaret hera në knena, ka individ të cilët i janë thirr mas dorke, para dorke na për KPG-ka në hitë subjekte politike, LB-ja astë me përgjësi të plot, para qytetarëve të komunës shtimës, para mediav, kur nuk kemi hi, publikisht, ulmi dhe bisedojnë. Atë guxim e kemi, Zotri Goshi. Andej. 1 minutë replika. Replika 2 minuta atë lutë. Po bërë, po 5 replika, ka 2 minuta shumë për bon. Unë, Zotri Goshi, ti je subjekt politik dhe ki drejt me pas koalicion me se cilin subjekt tjetër politik, është normale. Për ata mblidhen forcat politike, edhe vetë vendosja dhe PDK-ja me boni marrëveshje për të mirën e qytetarëve. Kështu që s'ka kur gjë të keqe. Pse nëse sot je opozit, nesër mund më kam pozit, s'prish kur gjë pun kjo. Dhe a pat edhe dikush, Kadre, më falë se Miko. Faleminderit kryesus, atëherë po besoj që është konsumu si pik shtesë e rendit ditës. Për fond në emër të grupit parlamentar në thashë edhe në fillim që e njëjta pik nuk është në harmoni me rregullorën e kuvendit. Si grup parlamentar LDK bashkë me AKR-n nuk do të jem pjesë e këtij votimi as për as kundër as abstenim, për shkak se konsiderojmë që nuk ka qenë në interes të qytetarëve shkarkimi në këtë rast ose rishqyrtimi i këtij komisioni, prandaj s'marrim pjesë në votim. Faleminderit. Faleminderit shumë, është e drejtë e secilit a merr pjesë në votim as merr, a liron sallën. S'kem nevojë na mi ju mojt ligjërata asambleistave. Tani kem 2 propozime të nderuar koleg, tek kjo pikë do të thotë të rishqyrtimi i vendimit e komisionit kryer me pasërtia. Propozimi i parë është dorëheqja e zotri Seferit. Zotri Seferi fillimisht ka vënë dorëheqje. Unë konsultova edhe një herë me zotri Seferin. Dhe propozimi i tij mbetet dorëheqja. Pastaj propozimi i dytë është shkarkimi nga zotri Mujota, i përkrahur edhe nga zotri Amrushi. Ke kështu lëm apo? Kështu që fillimisht unë hull në votim dorëheqjen e zotri Seferit, dhe që kisha lutë që çka po ndodh më rrallë. Tani para se ta humbë votim, do ta konstatoj korumin, do të thotë në sallë janë 11 asamblesë,
gjithsej dhe unë 12, dhe hudhë në votim dorëheqjen nga Komisioni KRM Pastërtia të Besnik Seferit. Kush është për? Do të thot janë 11 vota për, kundër, ne abstenim s'kem. Do të thotë aprovohet dorëheqja e zotërisë Seferit nga KRM Pastërtia dhe tani nuk kemi më nevojë ta hudhim votim shkarkimin sepse ai më nuk është pjesë e KRM Pastërtia. Më falë, më mund me dhezë mikrofonin se s'po të ndëgjaj. Do të thot me vetë faktin që përmbyllet pika ma diskutim s'do të ketë. Kemi tash propozim për me zavendësu këtë pikë. Ke propozim? Recep Goshin. Unë për propozoj Recep Goshin, e propozova më herët, kush ka propozime tjera në ty propozojnë, po unë Recep Goshin. Faleminderit zotëri Mujota se më dul prej mendje se u diskutu gjëre gjatë që 2 orë për këtë pikë të randit ditës. Do thotë kemi një propozim që në Komisionin Pastërtia të zëvendësohet Besnik Seferi që dha dorëheqje me zotëri Recep Goshin. Atëherë, po nëse s'kem propozim tjetër, s'ka propozim tjetër, do të thot subjekti më i madh s'ka tjetër propozim. Rregull. E kuptoj këtë pjesë. Faleminderit shumë sinqert janë. Faleminderit shumë. Vetëm një propozim e kemi edhe një herë nga zotëri Mujota që zotëri Seferin ta zëvendësoj zotëri Recep Goshi. Kush është për? Do të thot janë 11 vota, kundër jamon, abstenim s'ka, arsyeja pse jam kundër, se konsideroj që s'ka pas nevojë më ndryshu ky komision, se ka ndaj fare efekti qaq të madh te pastërtia. U bë shumë zhurmë për këtë pjesë, po ajo kontratë as komisioni dhe as antari bordit atje nuk mund ta nënshkruaj, aja ka të bëj me drejtorinë e shërbimeve publike dhe me kryetarin, kështu që në rregull është, kuvendi ka vendosur që zotëri Goshi të jetë në këtë komision. Faleminderit shumë. Tani po më duket që jam i detyruar me thirr pauzë për shkak që po 11 jemi, po njën është të nejtë me një këmbë me dal jashtë. Atëherë 5 minuta pauzë, ju kësha lu që të kthejnë në kohë se jemi vetëm të pika e 2 dhe kemi edhe 3-14 pika.
Kërkoj nga regjia që të ju los që të nxini venat. Nxini venat, korom kemi, po vazhdojmë ne me mbledhjen, ata na bashkangjiten. Regjia. Atëherë vazhdojmë pas pauzës me pikën e tretë realisht, që është pyetje dhe përgjigje, hop diskutimin nëse dikush ka ndonjë pyetje. Ju kisha lut që në mirë kuptim përgjigje drejtorat i sjellin vetëm me shkrem për shkak të kohës. Jeni të pajtimit që mos japim shumë hapësirë se po krijojnë replika, debate të panevojshme. Ju kisha lut, kush keni pyetje, fillimisht e ka marrë, e ka kërku fjallën zotëria Mrushi, pastaj shkoj me radhë. Përshëndetje kryesues, po e përkrom idenë që me i marrë me shkrim, mirë po disa përgjigje nuk po i marrëm fare. Kam fjallën për disa pyetje që ku mba mbledhjen e kalum, edhe pak është deviju pyetja, po edhe s'ku marrë asnjë përgjigje prej drejtorisë së arsimit për edhe gjendjes të shkollës në Pjetrishtic. Edhe pres që me marrë, nëse nuk e ka të qartë, mund me a dërgu edhe në pyetjen me shkrim. Faleminderit, zotëria Mrushi. Unë ju them me plot sinqeritet që do t'ju bëj presion drejtarëve që t'i sjellin pyetjet, më falni, përgjigjet me kohë dhe t'i merrni përgjigjet për secilën pyetje që e bëni, po jo gjithsesi keni drejt të kërkoni prap përgjigjen nëse nuk e keni marrë me kohë. Atëherë zotëri Ademaj ka kërku fjalën, pastaj zotëri Mujuta. Muhamet Ademaj. Faleminderit kryesues për fjalën. Pyetje për drejtorin e shërbimeve publike. Sa është numri i objekteve pa leje që duhet të rënohen me vendim të gjykatës dhe sa rënime janë kry deri tash? Çfarë vendimi ka marrë gjykata themelore në Ferizaj për sallonin e ngushëllimeve në logjën Regjaj të fshatit Petrov? Faleminderit. Faleminderit zotëri Mujuta, pastaj zotëri Ramusa. Faleminderit kryesues, pikërisht me pas marrë fjalën para prufës, unë kisha kërku, pota me kërku që pyetje përgjigje mu hi krejt, me vazhduan me pika tjera se drejtorat si kemë prezent, po e kam edhe një kërkesë të përgjigjet me shkrim, edhe s'pi marrëm kompletune, po edhe qytetarin nuk pekon dioni përgjigjen. Kështu që edhe drejtorat nuk dalin mirë nëse nuk na përgjigjen direkt. Këtë përparësi jepja edhe drejtorav që në ta kanë reflektimin para qytetarit. Faktikisht na i morëm disa përgjigje, po qytetari nuk pyetjen që e shtrojmë na nuk pendëgjan përmes transmetimit, kështu që drejtora mos ja më hëni që drejt, kisha kërku që ta kenë drejtorat prezant. Kur nuk është i përgatitur për atë çështje që se është normale, mund më na i sjell me shkrim, po sidomos kur të është i përgatitur në kyçë, kështu që të unë kum pas pyetje të shumta, po pasi që nuk i kam prezant drejtorat, as drejtorin e shëndetësisë, as drejtorin e arsimit, se pikërisht çështja e arsimit kum pas pyetje të jashtëzakonshme, po pres mbledhjen tjetër kur të jetë prezant drejtoresha, ti diskutojmë senat. Faleminderit. Faleminderit. Zotëri Ramusa. Kryesues, faleminderit. Unë nuk kam pyetje për ekzekutivin, po kam pyetje për juve kryesues dhe sekretarinë e kuvendit. Siç e dini, para 2 muajve kuvendi ka emëruar një anëtar të ri Komitetit për Politikë dhe Financë. Që 2 mbledhje, anëtari i komitetit nuk ftohet në mbledhje. Kur asnjë vendim të Ministrisë për Shtetit Lokal nuk e keni sjell, a është i lehtëshëm apo i palehtëshëm. Kështu që unë mendoj që keni bë shkelje që nëse orë vendimi se keni prunë para neve, nëse sa orë jeni të bë gabim që anëtari nuk e ftojnë në komitet. Derisa të kthehet përgjigja, anëtari është plotësisht i lehtëshëm, se ka marrë votat në kuvend. Nëse ka mundësi, sot më na i dhon përgjigjen tash. Patjetër.
Unë po jap që të përgjigje pasi që është shumë e rëndësishme për Komitetin dhe Politikë dhe Financa. Ne kemi marrë si Kuvend një vendim që të zëvendësohet komiteti me zotëri Mujotën. Arsyeja pse nuk e kemi ftu është që me të vërtetë s'kemi ende konfirmim nga Ministria për Shtetit Lokal. Unë e kam kërkuar nga Ministria për Shtetit Lokal që të paktën mbledhjen e sotshme ta kam në emailin tim zyrtar. Po ata më kanë njoftuar që në kabinetin e ministrit është për nënshkrim, po ministri është jashtë vendit dhe nuk ka mujtë më nënshkru vendimin. Nuk e di se si është vendimi, nuk ma kanë tregu. Me vetë faktin që se kemi ftu zotëri Mujotin Komitetin për Politikë dhe Financa, ne ashtu kemi pas korumin dhe ne të në kohë zotëri Mujota ka qenë pjesë e Komitetit Shëndetësisë dhe ka dhënë kontributin atje në komitetin ku është e njëjtë sikur të jetë në Komitetin për Politikë dhe Financa apo të jetë në Komitetin për Shëndetësi. E rëndësishme është që zotëri Mujota është të kontribu në komitet. Në momentin që vjen vendimi, unë patjetër që do ta sjell ose nëse është në rishqyrtim me këtë vendim ose nëse është vendimi ashtu real qysh ka vendosur kuvendi. Zotëri Ramadani, pastaj zotëri Haxhiu. Faleminderit kryesues. Unë kam disa pyetje edhe një informat, besoj që tash e keni, po mas pari për drejtorin e urbanizmit, në rrugën Ahmet Kaçiku, prej qesës që shpije në Reçak, është ndrejt trotuari, edhe është i mirë pritur nga banorët e fshatit Reçak dhe gjithë tjerë. Po këto është një problem që aty është dhanë koda për mu ndrejt trotuari. Po në qoftë se nuk ndërtohet një muri, sa do pak 50 cm ose diçka për me mbrojt dheun, dheu i asaj kodre do të bjen në trotuar edhe do të jetë i pashfrytzueshëm ai trotuar. Dihet që para pak kohë veç një muri e ka rrezuar dheu. Njëjtën sa do ta bën që dheu do të del në trotuar nëse nuk ndërtohet një muri për rreth trotuarit për shkak të kodrës. Edhe pyetja dytë është gjithashtu për drejtorin e urbanizmit, në rrugën William Voker. Njëna trase e rrugës ka shkruajnë për shembull shtime Petrov në anën e Majt, pjesa e Majt është dëmtuar nga mjetet e rënda, është pothuajse 80% e dëmtuar njëna pjesë. Kur do ta riparoni këtë rrugë? Tjetra është për drejtorin e administratës publike. Lidhur me tatimin në Provën, mon edhe zoti Ferrati, i cili ka një uri më të madhe për i dëve kisha mujt me. Te tatimin në Provën, unë e përvej disa për djeni, unë tatimin në Provën, të cilin e kam une, e kom pagu, për mes me thonë, e kam interes personal dhe po du me sjell këtë një interestimin, e kam pagu me datën 8/4 të vitit 2023, dhe më thonë, zera e kam tatimin në Provën, edhe e kam fletën këto dëshmin që e kam të pagune, por një shqetësim jam është në platformën e-Kosova, të cilën unë përvejti e shfrytëzoj edhe disa pagesa i baj përmes kësaj platforme, në që se him të benefitet dhe asistenca. Në këtë platformë është, aty treguan të kush është i liruar nga tatimi në Provën. Për shembull, unë kum has që të invalidët e luftës, për shembull, pak një pjesë pe lexoj, ku janë të liruar nga disa tatime dhe nga i kanë disa beneficione. Invalidët e luftës, të gjithë banorët e Kosovës, të cilët kanë marrë plagë fizike si pasojë e drejt për drejt të konfliktit të armatosur në Kosovë, kanë të drejtë për të shfrytzuar ndihmet dhe beneficionet që janë dedikuar atyre. Invalidët e luftës konsiderohen edhe pjesëtarët e OÇK-s, por edhe civilët që janë plagosur apo lënduar gjatë këtij konflikti. Ndihmat që i përkasin invalidëve të luftës janë këto: pensionimi invalidor personal, përkujdesja shëndetësore primare, sekondare dhe terciare, rehabilitimi shëndetësor dhe fizik, riaftësimi profesional, përparësinë në punësim me kushtet e barabarta, lehtësimi tatimor dhe dogana,
përparësi për regjistrimin e institucione arsimore, bursë në shkolla, përparësi vendosin në konviktin me kompenzim, taksës shkollore falas për arsim fillor dhe të mesëm për fëmijët e invalidit, për kujdesje në banim, lirimin nga taksat gjyqësore, administrative dhe publike, tarif të lirë dhe të reduktuar të konsumit të energjisë elektrike, lirimi nga tatimi në prunë. Kjo është, nuk thëtë lehtësim, po thëtë lirim nga tatimi në prunë. Përparësi vendosin shtëpinë e personave të moshuar, përshtatja ambientit të lëvizjes, e të tjera. Kjo është e nxjerrë nga platforma e Kosova, që si cili mundi me po, edhe po du me ditë se ashtu tu bo diçka, a jënë informuan zyrtarët e tatimin në prunë që me liru këta persona. Këta që i përmena, kjo është platforme e shtetit Kosovës dhe dikush e duhet me këshyr këtë platforme edhe të lirohen të gjithë këta persona nga këto që i lexova. Edhe në pyetje tjetër, ku ndesh mja drejtuan kryetarit komunës, po mësë është edhe në kryetari këto, nga disa veteran kom hasë më tregu që kur bëhet pritja për qytetarët e kryetari komunës, disa veteran po shkojnë aty edhe nuk po na presin që shdohet. Do me thonë, në që se kryetari është me një takim, nuk tha me ndërprej takimin edhe me shni veterant e luftës, me ndërprej takimin edhe me shni të kryetari. Po në që se në të prit 10 vetë dhe shkojnë një veteran i luftës, ose një invalid i luftës, ose një antar i familje dëshmore, do të kenë përparësi para të gjithëve. Kjo është rregull juve, shte na, po është në gjithë botën që ata nuk du të mi thonë zyra prit se prit në ranjo, po du të mi thonë prit të i ta krynë kryetari edhe tim. Këto kam edhe me anë, po nuk është nevoja, po është si vrejtet të cilën du të me marrë jo. Kurse për një informat, mu ta shteve që akum prunën, propozimin projekt ideja për ndërtimin e një monumenti në Reçak. Unë këtë kërkes, fillimisht nështë do të kisha bën sportel për me në orë në kuvend, po e kum po që disa nuk përna vinë kërkesat të cilat për i bojnë qytetare. Pa marë parasysh apo e banë jona kush, nuk përna vinë këto kërkesa në kuvend. Këto që një informat dhe ishta mja dërgut gjithë, dhe ja kum dërgut ashe keni mo të gjithë, që këtë kërkes në mbledhjen e arshme ta kemë si rand ditës. Këtë projekt propozim, ideja për ndërtimin e një monumenti në Reçak. Edhe për këtë pikë që ka dikush e kësha mirë prit për bisedim. Faleminderit, Kryesus. Faleminderit, ju kësha lutë shënoni pyetjet gjithë që apo nëse dikush tash nuk sepse do t'i merë një përgjigjet me shkrim. Zotëri Haxhiu. Faleminderit Kryesus, përshëndetje për juve, nën kryetarin, drejtorat, president, kolega asambles, qytetarë të komunës sonë. Ja kam një pyetje për drejtorinë e urbanizmit, e cila ka të bëjë me kur parashihet të bëhet rivitalizimi i rrugës sa me frashën shtime. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Podgorica. Faleminderit Kryesus, përshëndetje për juve, përshëndetje për nën kryetarin, drejtorat, antarët e kuvendit, mediat dhe qytetarët e shtimes. Pyetja e parë është për kryetarin Aliu. Qytetarët shtimian do të kenë 24 orë, kështu ka qenë premtimi i kryetarit Aliu. Këtë ma kanë thënë edhe banorët e lagjeve mbi Pisha, ku unë personalisht nga ata jam njoftuar që jam përballur me problemin e mungesës së ujit me ditë të tëra. Prandaj pyetja ime është kur do të rregullohet furnizimi me ujë në këtë pjesë të qytetit. Pyetja tjetër është si ekzekutiv, çfarë aktivitete keni realizuar për ditën e tokës, ditë kjo që ndër vite edhe në komunën tonë, por edhe në komuna tjera organizohen aktivitete të ndryshme.
Pyetja tjetër është, do të doja të kem një informacion sa i përket daljes në rrugën tranzit, pjesa tek pompa e Avasit, siç e dini rruga është e vështirë të kalohet në atë pjesë, mirë po duke e ditur që kjo rrugë është nën kompetencat nuk është fakt kompetencë e komunës, më interesant nëse keni biseduar me qeverinë qendrore në këtë rast Ministrinë e Linjës për të bërë presion pak më shumë që të rregullohet sa më parë kjo rrugë. Dhe pyetjet e fundit janë të parashtruara për DKA-n, të cilat janë në emër të Komitetit për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport. Pyetja e parë është, a janë mbajtur ligjërata vetëdijësuese për klasën 9 dhe të 12-ta, duke ditur që përmes tyre ndikojnë në përmirësimin e sjelljeve tek nxënësit e klasave përkatëse. Dhe pyetja e fundit është, do të ishte mirë të kemi një informatë nga DKA-ja rreth transportit të nxënësve, a është duke u realizuar dhe a ka sfida. Faleminderit. Zotri Beqa. Faleminderit kryesues. Unë kam disa pyetje për ekzekutivin dhe drejtorët. Pyetja e parë është që ka të bëjë me rrugën e asfaltimin e fshatit, rrugën e fshatit Topil. Siç dihet është përfitur gjatë për rregullimin dhe asfaltimin e kësaj rruge, ku për disa vite me radhë punimet fillojnë, por nuk shkon kohë gjatë dhe punimet në atë rrugë ndërpriten. Herën e fundit ato filluan në vjeshtën e vitit kaluar, duke dhënë një shpresë banorëve të atij fshati se më në fund do të përfundojë ashtu siç duhet dhe nuk u punua shumë. Brenda një kohe të shkurtër ato punime u ndërprin. Frekuentimi në atë rrugë është bajagi i madh kohëve të fundit, sepse banorët që kanë pronë atje vizitojnë dhe punojnë këtu. Andaj kohëve të fundit si pasojë e rreshjeve të pandolura të shiut, ajo rrugë është dëmtuar dhe më shumë pothuajse në vende edhe pakalueshme. Ku po bëhet një pengesë për banorët e atij fshati që të vizitojnë pronat e tyre dhe të punojnë këtu. Pyetja ka të bëjë me atë se kur do të fillon rregullimi dhe asfaltimi përfundimisht i kësaj rruge të fshatit Topil. Rruga e fshatit Topil. Pyetja e dytë është ka të bëjë me një projekt që ka filluar vitin e kaluar, ku faza e parë është përfunduar, faza e parë e rregullimit të parkut në fshatin Petrov, ashtu siç është planifikuar, ndërsa për fazën e dytë, pra fazën përfundimtare të rregullimit të këtij parku, i cili do të jap një pamje ndryshe shumë të mirë asaj pjese ku po rregullohet, pyetja është se kur do të fillon ky rregullim i parkut dhe pjesës së shtratit të lumit aty. Në fshatin Petrov, konkretisht te lagja Jusenaj. Pyetje tjetër kam si ripërsëritje faktikisht në muajin e kaluar, faktikisht në shkurt, e kam bërë një pyetje rreth gjatë muajit shkurt kam parashtruar një pyetje që ka qenë kërkesë qytetare për shenjat e vendkalimeve për kumsur në rrugën Tahir Sinan, në rrugën qendrore të qytetit Shtimës, ku nuk ka asnjë shenjë që rregullon këtë vendkalime për kumsur, ndërsa edhe pas 2 muajve nuk janë vendosur këto shenja sepse gjatë këtyre ditëve ka marrë shumë mesazhe dhe për ta parashtruar edhe një herë këtë pyetje për drejtorinë përkatëse që takton ta bëjë zgjidhjen e këtij problemi. Dhe pyetja e fundit është për deponit ilegale të mbeturinave. Në pyetjet e mia që kam drejtuar për drejtorin e shërbimit publik, përgjigjja më është dhënë që kemi një plan për largimin e tyre. Drejtori s'qen ka këtu, bashkëdoshta me pyet ku është ai plan që edhe pas 2 muajve deponit ilegale veç po shtohen edhe kërkesat e qytetarëve ndaj ekzekutivit veç po shtohen vazhdimisht, ku herën e fundit disa qytetarë të fshatit Dug ma kanë drejtuar një kërkesë vazhdimisht për planifikim apo për të planifikuar një intervenim për të larguar këtë deponi ilegale që po shtohen në këtë fshat. Këto deponi ilegale janë të ushtuar në këtë fshatrat, edhe kërkesa kena vazhdimisht çdo ditë. E më herët u përflet edhe për komisionin edhe për KRM Pastërtinë. Ky është një problem që është u vazhduar dhe është u rrit. Mbeturinat nuk janë tu menaxhu mirë. Mbledhja mbeturina as në fshatra as në qytetin e Shtimës nuk është u marrë me kohë. Këtu nuk është problemi veç i këtij komisioni që më herët të përflet, po është edhe problemi i menaxhimit të kësaj kompanie. Andaj si drejtorisja kisha shtruar një lutje që më i kushton shumë më shumë rëndësi kësaj çështje. Faleminderit. Faleminderit zotri Beqa. Veçe ju kisha lutë që nëse i keni pyetje të shkruame, për shkak se stenogrami nuk ka qenë të ingjizu, ka pas problem me baterinë, më na i sjell
që mos t'ju kthejmë pastaj drejtorat përgjigjet jo adekuate. Zonja Musliu, pastaj zonja Beqa. Faleminderit të nderuar Kristus, nën kryetar, të nderuar drejtor dhe gjithë ju kolega asambles. Atëherë pyetjen e para kisha për kryetarin, mirë po pasi kryetari nuk është për drejtorin nën kryetar dhe ekzekutivit. E kam po që janë pastru varrezat e qytetit, një shembull shumë i mirë ju përgëzoj. Kisha dashur që në kuadër të kësaj të bëj kërkesë që të gjitha varrezat si të veteranëve si të dëshmorëve në të gjithë komunën e Shtimës të hyjnë në kuadrin e mirëmbajtjes nga komuna. Kisha dashur një përgjigje se çka mund të bëhet në këtë drejtim. Ndërsa pyetjen e dytë është për drejtorinë e urbanizmit. Kërkesë nga banorët e fshatit Belenc që të bëhet një nënkaljem ose mbikaljem në rrugën Afrim Musliu, më konkretisht tek rrethi afër pishave, për arsye se aty afër është dhe shkolla fillore dhe nxënësit duhet të kalojnë gjithmonë atë rrugë dhe është një rrezik i madh dhe një nënkaljem është tetë i nevojshëm. Po ashtu edhe nga fshati Pjetërshtis dhe fshati Davidovs kërkesë nga banorët që të bëhet një nënkaljem në të dy këto fshatra, pasi është po ashtu i nevojshëm. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Musliu, zonja Beqa. Faleminderit kryesus, përshëndetje për ty nën kryetarin ekzekutivin, kolegë të nderuar, mediat dhe të dashur qytetarë të komunës Shtimës. Nuk kam pyetje të reja për shkak që jemi duke prit një ndryshim që po besoj që vetë keni me reflektu ndoshta se për momentin nuk po vrehet. Mirë po një pyetje në mbledhjen e kaluar e kom bërë në drejtorinë për planifikim urban, kadastër dhe gjeodezi që në fshatin Belenc ku trotuari është demoluar në rrugën kryesore, nuk kam marrë ndonjë përgjigje, kështu që kisha kërkuar nga drejtori që të më jap përgjigje tani për tani, nëse mundet, se çfarë po ndërmerrin me këtë trotuar pasi që është i nevojshëm sepse aty është i qarkullueshëm me nxënësit të cilët shkojnë në shkollë. Ju faleminderit. Zotri Goshi. Faleminderit kryesus. Pyetja ime është nga 24 pyetje apo shqetësime të cilat i kanë bërë asamblesat të mbledhjen e kaluar, vetëm 15 prej tyre i kanë marrë përgjigjet. Kjo e akije e mos përgjigje të kryetarëve ndaj pyetjeve të asamblezëve është ka përcillet kur unë edhe VV-ja kemi ngrisit si shqetësim këto me vite. Nuk po na jepni përgjigje, Tash këtë farë modelit këty në senat, çka është ka ndodhur me këtë ekzekutiv, kur 15 për 24 pyetje vetëm 15 kemi marrë përgjigje. Pyetje konkrete do të lidhna në rrugën nga shkolla Naim Floshër, është çelur një shak i ujave të zeza me jovë. Ashtu është shkolla rrezikut ato, a vetëm kur na ndodhin diçka e keqe do të intervenojmë ato. Dhe po atë në atë rrugë, sa herë kemi rreshje atmosferike, ato bëhet, kam disa foto këtu, kur bëhet me siguri koke pas ka një ori rreth asë rrugës, dhe në kanalizim Nëse me siguri drejtohet i duket se deri sot bjen dikur në atë poset ato, shkojmë me shohim në spital, duket shumë normale. Po edhe kanalizimi, lutem drejtor. Kanalizimi Godanc Vojnovs është gjendje të mjerueshme. Dy vena është mbi sipërfaqen e tokës. Përveç si kundërman era, ato jemi të javon bujqve të Godancit, mes Godancit dhe Gjërkovësit dhe mes Gjërkovësit dhe Muzëqinës, bujqve të aty në fshata jem të bëhë të pa mundshme të hinë ato orat e veta të punuat. Çfarë mosajnë të morë ato? Dhe a do të evitohen ato, apo do të rrinë duke e posë jemi të hinë në stinën e rez dhe temperaturat e larta dihet çfarë kundërvimi e tjera bëhet. Faleminderit shumë. Faleminderit zotri Goshi. Zotri Jakupi. Faleminderit shumë. Unë du me i falenderu gjithë anëtarët e kuvendit që po i ngrisin tema ndryshme sa i përket interesave të qytetarëve. Mirë për në veçanti me që pja përmenda emrin anëtari i kuvendit
zotri Ramadani nga fshati Reçake ka sjell një dokument, unë mendoj që ja vlen, me paktën me diskutuar se më na informuar në këtë rast zotri Ramadani për idenë, me që është e shënuar me këto, mirë po pak shumë në soza më të gjera me pas idenë se për çka është. Tek e fundit unë po e shoh dhe po e lexoj, mirë po qytetarët e komunës Shqimes në veçanti i banorët edhe bashkëvendasit e mi kanë nevojë me pasë ose me ditë idenë e këtij monumenti që ka me u bë, për shkak se ne çak veç kemi monumentin kryesor, kemi edhe monumentin tjetër që është i William Walker. Mirë po kjo është një monument ose një skulpturë e re që ndoshta zotri Adem Ramadani kish me ndihmu për shkak ose në këtë rast për qytetarët do të ishte më e mirë se ardhën me diskutu pak më gjithësisht ku ka me u vendos, si ka me u dok aja dhe si është ideja në përgjithësi. Kjo është pyetja ime e parë për shkak se konsideroj se është një interes jashtëzakonisht për qytetarët e komunës Shtimës, për shkak se e dim rëndësinë e fshatit Reçak. Dhe pyetja e dytë është ose shqetësimi i njëjtë është që e ngritën anëtar të tjerë të kuvendit, kërkesat nuk, madje dokumentacioni nuk më sjellet në kuvend. Kështu që los kryesuesin administratën me qenë më korrekt, edhe më na sjell gjitha dokumentat që kanë të bëjnë me kuvend. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të çështja e kërkesave ne bashkarisht kemi marrë një konkluzion këtu në kuvend që kërkesat të shkojnë në për drejtori dhe pastaj drejtorit na sjellin rekomandime. Kjo është çështja pse ne më nuk merremi me këtë pjesë. Ne merremi me rekomandime. Rekomandimet nuk na vijnë si kuvend apo si kryesues dhe ne s'kem çka të sjellim pa marrë rekomandimet nga drejtoritë. Kështu parashihet edhe me rregulloren e re, që tani sot kemi me votu pas diskutimit publik. Një pyetje është për zotëri Ramadanin, që bori zotëri Jakupi, për një sqarim shtesë, ndërsa pjesa tjetër e ekzekutivit ju thash që në fillim se zonja Beqa u inkuadru në seancë pak më vonë, do t'i sjellin me shkrim, kështu dakordum para se ju me orën sot. Zotëri Ramadanit ja kalojmë fjalën edhe vazhdoj me pikën tjetër të randit ditës. Faleminderit kryesues. Unë pasi që nuk kena pas një projekt detaju në diçka, unë s'deshta mu zgat ma shumë, po është mirë se ardhët pyetja e zotit Jakupi, se qytetarët dojnë me ditë pak a shumë nështë për ku bëhat fjallë, shka bëhat fjallë. Ne gjithmonë kemi tentu që në Reçak të jetë një simbolik të veni i ramjes së marterëve të Reçakut. Kryesues, sa në rregull më na akuzu neve dhe më smengu vetë se... Zotëri Ramadani, unë qënë fillim para se me fillu seancën, e konsultuam këtë pikë dhe jam i informuar. Ja. Si duket zotëri Jakupi se ka pas informacionin e saktë? Këtë në rregull, po nuk është e mia me na akuzu neve se s'po ngëni kur po merr dikush fjalën edhe vetë me bën të njëjtën gjë edhe drejtori edhe te. Kështu që është mia bileti me na dhoni me respektuar ato çka po thu vetë. Faleminderit, po me gjithë ato po vazhdoj, besoj që ngën çka Zotëri Ramadani, kërkoj falje, Unë e di që qytetarët në të ngu, po e pota këta që vetë për në thu neve që ngëna edhe për banë njëjtën gjahë, që kështu është mirë ti me respektu sejtë tani në tjerë. Qa ti bëj drejtori ta përzona, jarët mu konsultu? Banë edhe me përzon. Okej, drejtor, me kërkesën e zotëri Ramadanit, mos më hajde të tabolina. Mirë, sështë. Vazhdo zë... Faleminderit. Unë e di që qytetarët në të ngu, po mirë është edhe ju, se edhe pengon edhe Hidajitin aty me shkru proces verbalin, edhe janë shumë sanë. Ideja për një ndërtim të një monumenti është në Kodrën e Bebushit. Ne pedim që shumica në Kosovë jena fokusohen ma shumë në për rregullimin e vorrezave, këtyne sanave që unë e menoj që edhe ato më mirë, po
për milion historisë një ngjarje të vërtet, na është mirë që të fokusohemi në ngjarje se si ka ndodhur. Edhe ideja jam personale është, edhe kum diskutuar me tjerë që e kanë pëlqyer ata, në qoftë se dënë me investu dikush, qeveria, komuna, ose dikush, ose qytetar tjerë zbashku, aty është një e mirë i shban që në qoftë se që aty në personave. Jam ngritum ka një skulptur, jo skulptur të madhe të përbashtëse, po është që një skulptur për si cilin person, te Kodra Bebushit, në rresht se si në kanë të shku, ose diçka që me meta histori, me sa kanë personi, qysh janë kanë të shku. Kështu është ideja, po ndoshta ide më të mira do t'japin edhe artistat edhe tjerë. Unë nuk jam me thonë që fiks do t'jetë qështu, po unë mendoj që aja do t'i kontribuon edhe komunës tonë që do t'jetë një vend i vizituar prej të gjithëve. Shumica e kanë, të Vorrezat shkojnë, për shumica e kanë gjithë mendimin se ku o bon veni, ku o bon masakra. Kështu që do t'ishte kanë mirë që unë kërkesin do t'a baj, që në mbledhjen e ardhshme do t'jetë si pikë, pastaj këtë fillon nga drejtorit komunale që të bëhet një projekt ideor të qitet në ankand kush e merr këtë projekt dhe të fillohet një projekt. Unë pse po them këto, nështë të del një ide hala më e mirë, po unë po them që do të ishte një ide që e gjallë, bile ata mos kuft shumë, aty do të ishin ndërtuar edhe pak shtatorët, jo shtatorët se sun piquaj ato, po diçka të keqe, me thonë, edhe policia ku janë kanë në vend gjash, një monument, po që nështë në e kishë vrasë gjithmonë, po ishmet në histori, që t'jetë në ngjarje e vërtet, duke shku, mi vizitu edhe mi po, realisht se si ka ndodhur në ngjarja. Kjo është Zoti Jakupi paka shumë, nështë s'keshi qartë në pyetjen çka tha, po faleminderit kryesues edhe mirë që më njove. Faleminderit Zotëri Ramadani, Zotëri Ademaj. Faleminderit kryesues. Ne si grup LDK Këre e përkrohemi kërkesën e Adem Ramadanit për këtë projekt. Është shumë e rëndësishme të ky projekt të realizohet. Faleminderit. Faleminderit shumë. Sot është veç propozim kërkesë, nuk është kërkesë, dhe kjo kërkesë do të bëhet zyrtarisht pas seancës, siç e ceko Zotëri Ramadani. Por në këtë pjesë, pas Zotëri Seferit, jam i detyruar që drejtorit urbanizmit, se ka qenë disa takime me disa persona dhe organizata dhe ndoshta na jep një informacion më të. Ose Zotëri Seferi thot që t'ja kalojmë fjalë, më falni, para se me kalu te ekzekutivi, vetëm për këtë çështje, jo diçka tjetër. Ja kalojmë fjalën Zënjushës Ramadani Rezorta. Faleminderit shumë kryesues, përshëndetje për të gjithë. Para disa muajve kam bërë një pyetje se kur priten që të mbyllen pusetat që janë të hapura në shkolla si dhe në vendbanime të ndryshme. Përgjigja që kam marrë nga drejtori ka qenë se janë duke bërë kontratën, mirë po këto puseta ende janë të hapura dhe pyetja ime është se çfarë po ndodh me atë kontratë, a është arritur marrëveshja apo cila është arsyeja që këto puseta ende vazhdojnë të hapura. Faleminderit shumë. Faleminderit Zënjusha Ramadani. S'kemi më pyetje nga kolegët të asamblesë. Drejt. Jo, do të pas time ekzekutive. Nëse keni pyetje vazhdoni, nëse jo. Faleminderit kryesues. Me qenë se po dalë pak për temës, po kur po na konvenon për zgjasmi ka 3-4
minuta e 10 minuta dëmon diskutimin, gjatë cilën nuk do të më diskutu të pak të mbelen këtë pikë të ditës që është pyetje përgjigje. Sa i përket dy pyetjeve të kalume, dëmon seancën e kalume kam bë pyetje në lidhje me fshatin Gjyrkovc, ku kam pyetën se çka është duke ndodhur me ndryshimin, meqense drejtori na është thonë që ka probleme me kontratë, unë sinqerisht po them që është mirë që t'i jep hovë kësaj pune më të madh për shkak se shtetarët sidomos në atë kontratë janë të mvarur për arsye që nuk ka në disa pjesë të lagjeve ndriçim gjatë cila ekzistojnë shtyllat por ndriçimi nuk është funksional. Po ashtu kam bë pyetje që cila është mundësia e zgjidhjes së një trafoje në këtë fshat, në fshatin Gjyrkovc, meqense është problematike ka hershme shtetarëve, prandaj sa ka mundësi ekzekutive të bëj punë këtë drejtim, pasi që është shumë e domosdoshme për këta shtetarë. Po ashtu pata një pyetje në lidhje me ofertimin e shërbimit të kryerjes së një ekskursioni në Shqipëri për gjimnazin e Infrashën në Shtime, meqense kemi pas në ofertim kompani që ka qenë Arditi Tors, Barileva Tors, Validi kompani dhe Cufa Rajsen, ku përfshirë këtu tek Cufa Rajsen kanë qenë edhe dy kompani tjera të cilat janë taksapagues të komunës së Shtimës, e që është Gonicom dhe Dili Komerc. Më ka ardhur pak keq me thënë drejtën edhe nuk e di me çfarë mundësie të përgjedhjes është bën një përgjedhje e tillë që këtë kërkesë apo këtë ofertim të këtij shërbimi ta merr Arditi Tors, pavarësisht nuk kam kurrë të keqe ndaj Arditit asesi, po thjesht jam kundër asaj që pse t'ju jepet mundësia ofertuesve të tjerë të komunave të tjera të jenë ofertues të këtij shërbimi para njerëzve të cilët kanë mundësi për me kryer këtë shërbim. E aq më tepër kur ne njohim seriozitetin e punës së këtyre tri kompanive, Arditi Tors, Cufa Rajsen, Gonicom edhe Dili Komerc, njihen për seriozitetin e tyre, njihen për mundësitë e taksapagimit të taksave komunale dhe gjëra të cilat mendoj që nuk ka qendosh asesi të ndodh, pavarësisht nuk duhet hyj në pjesën e komisionit që e ka bërë këtë vlerësim, po megjithatë mendoj që është një diçka që s'ka qendosh të ndodh. Duhet sharrim shtesë çysh ka ardhur mundësia deri te kjo, tu pas parasysh që këtu kanë qenë edhe me çmime, nëse më lejohet, ku Arditi Tors ka fituar me çmim natë 3 euro, ndërsa Cufa Rajsen e ka pasën në çmim pak më të vogël në krahasim me Arditin Tors, i cili ka qenë përfituesi i saj. Faleminderit. Faleminderit zotërisë Feri. Zotëri Mujota. Faleminderit kryesues, përgjigj në pyetjes Besnikit se kam qenë anëtar i komisionit unë. Edhe i di procedurat që kanë shku. Kanë qenë 4 kompani. Me kompaninë Cufa Rajsen kanë qenë këtu Shtimës 3 përfshinat, çmimet nuk i thove të vërteta. Çmimi 93 euro ka qenë i Arditit Tors. Çmimi i Cufa ka qenë 98, shkojmë sipas çmimit, çmimi më i liri ka qenë i Arditit. Ndërsa ka pos kompani që i ka dhënë 3 çmime, se i ka zgjedh hotelet. Ka pos mungesë dokumentacionit shumëta, këtë kompanit, ma i përgatituri, ma i kompletuni, ka dole Arditi, se jam kon pjesë e komisionit të jap sqarimin, nuk fajsoj as drejtorit arsimit, as kanë se jam kon prezent pjesë e komisionit, ndërsa Arditi e ka pos ofertën edhe numrin e nxënësve pa pagesë më të madh. Me çuk ata që janë në nevojë, mos mi dëmtuar buxhet familjar, e ka pos më shumë, ka qenë me siguri për 3-4 zonësa. Nuk i kam dhonat, në mbledhjen tjetër më me orë pikërisht i përgatitëm për këtë çështje, se i kam këtë dokumentacionin. I ku më inkuraju që shkojnë të bojnë ankesë secila kompani kontraktuese. Na çmimet i kena nxjerr para secilës kompani. Dhe kompania Arditi Tors ka qenë dikuni i bie për 8 euro ma lirë. Për këtë kompanive, për kuk nxënësit. Edhe për atë arsye e ka fituar ofertën. E dyta çështje, unë veç kallëzoj detajet, se ato nuk jam koni vetëm, ka pos anëtar të komisionit të tjera dhe që e kanë përcaktuar kush ka qenë obligim me respektu udhëzimin administrativ. Sipas udhëzimit administrativ, me dokumentacion më i kompletuni ka qenë Arditi. Ka pos vrejtje në secilën kompani, edhe të Arditi. Po me dokumentacion ka qenë, nuk ja mohoj as njërit, edhe Arditi ka pos mangësi.
po më i kompletuni ka qenë. Kjo ka qenë arsyeja edhe pse ka fituar tenderin, që edhe na si komision, për tham publikisht, kemi pas dëshirë që të fitojnë kompanitë e komunës sonë. Po kjo është fazë që konkurrojnë, aplikojnë secila kompani dhe sun jam të drejtën. Kështu që nuk ka vërejtje as te drejtoria e arsimit, as te drejtoria. Unë jam kryetari i këshillit drejtues të shkollës gjimnazit Naim Froshi, edhe ka pos na kena caktuar edhe komisionin për mbikëqyrje, çdo sen e kin drejtorinë në arsimit, çdo dokumentacion, pa kush do që të ketë dyshime rreth kësaj çështje, le të shkon këtë dokumentacionin në ta shpleton, po kanë më bindë secili që nuk kanë mujt me arrit këtë me marrë këtë kontratë. Kështu që e ka pos fatin kësaj here, lutem në hera tjera që kompanitë e tona të jenë më korrekte dhe ma sigurta. Udhëzimi administrativ ju ka përcjell me kohë secilit ofertues nga drejtoria e arsimit. Pse se kanë lexuar udhëzimin administrativ, cilat kritere duhet më bëj, është çështje e kompanive jo e juaja. Faleminderit besoj. Faleminderit zotëri Mujota për sqarimin. Në rregull është, tani mo zotëri Seferi ka informatën e sakt nga kryetari i komisionit se pse ka ardhur deri aty. Por do t'ja japim fjalën edhe zotërisë Adhemaj, pasi që është pjesë e arsimit dhe ka të bëj me këtë ekskursionin nga shkollat e mesme. Edhe po e përmbyllim duke e dhënë edhe një informat për kërkesën e zotëri Ramadanit nga drejtori i urbanizmit. Faleminderit kryesues. Edhe unë pak du më ndërlidh pak në lidhje me ekskursionin në Shqipëri, po më vjen mirë që ka qenë edhe në Komision Reshati, edhe ka po për shembull çka ka ofruar, në ofertë ka ofruar kompania me fjalë, edhe kompania e venduese që kemi thash nuk e di cila kompani ka qenë më e shtrenjtë dhe cila kompanien ka qenë më e lirë. Unë e di diçka që ndrysh pe afrojnë për shembull ofertën, për shembull pjesën teorike, e ndrysh për shembull po realizohet ona praktike, ku po shkojnë në Shqipëri, shumica në zonë sa vjen të gjyny mas pari me ushqim, se thash ka qenë mirë si në komision që ka qenë Reshati mirë me pas bënë një vizitë, me shku me kontrollua, pas zbatuat që e marrëveshje ose që e kontrollat 100%, apo vetëm fjali kanë pas, se dim që ushqimin në Shqipëri është shumë i dopt, edhe shumica në zonë sa detyrohen me shkuën mirë private me ble ushqim ekstra, edhe një kostoj edhe pak më e shtrenjtë. Për në të ardhmen është mirë që gjithmonë t'japim përparësi kompanive vendore, kompanive të komunës shtimës, se po shpresoj që edhe këta tash kanë afruar mundësi edhe kanë disa autobusa të mirë, edhe po mendoj që edhe këta kishin afruar shërbime të mira për këtë ekskursion. Faleminderit. Faleminderit zotëria Adhemaj. E di që këtu mund të ketë shumë çështje për të diskutuar rreth këtyre, po mos dalim jashtë trendit ditës dhe debatojmë për diçka që aja veç ka përfundu. Zotëri Mujota tha që kompanitë kanë pas drejt ankese, dhe ajo pjesë është që i përket prokurimit tash edhe pjesës. Jo, ha? Nësë është okej, atëherë pas ka vetëm me komision. Për këtë çështjen e pjesës së ushqimit dhe vizitës, ndoshta zotëri Mujota mund me informu pak a shumë profesorin Mohamed, po ju lutna mos tërgjatemi me këtë pjesë. Jo, veç t'ja baj me dije, kompania i ka pos 3 racionet për ushqim, do më honë destinacioni ka qenë Dorës,
ka oferta, por ka qenë edhe në hotelin Bonita me shku të zënës, po si pas marrëveshjes me drejtorinë e arsimit edhe këshillin drejtues të shkollës kanë pas me bon, nëse ju pëlqen vendos drejtoria, këtu kam met si pas marrëveshjes, se mund drejtoria mos me pajtuen në akomodim, 3 hotele i ka pas, tash nuk i kam emrat gjithë këtu të hotelëv, po edhe pjesa e vizitës, unë shkokim ledhes të kuvendit, sun jam shkuën, edhe besoj që e kam ndërmend, nëse më i pot mundësia, unë privatisht do të shkoj do të vizitoj, se edhe kam përgjithësi për këtë punë që e baj. Unë do të mundohem ku mendu që mu bashkangjit me drejtërinë e arsimit, pikrisht edhe drejtëresha arsimit me orën këtë rukëtem, edhe kum po sot për me pyet, nashtaja u shku me drejtëritë arsimit, nuk e di, po ju kum thonë nëse mi po të mundësia, më ka thirë drejtëresha e gjimnazit që mu kom prezente edhe me shku me këqyrë situatën, si po zhvillohet atje, që t'jenë edhe në kontakt edhe prendit. Kështu që besoj zënësve jurej për shem, ekskluzion të këndshëm, inshallah kalon qështën mas mirëte. Faleminderit. Faleminderit. Drejtore, po të nisqarem rreth propozim kërkesës tjera t'ju, më vjen keq, po veç me shkrem unë dhe shumë përgjigj. Faleminderit kryesues, edhe pse u morëm vesh që mos më u përgjigj në pyetje, pat shumë pyetje që janë interes qytetar, po na bëna më përgjigj edhe me shkrim. Sa i përket propozim projektit të Ademit, na gjithë dim që projekti i memorialit masakrës të Çakët është i papërfunduar plotësisht, sidomos te çështja e moralit mbi Varreza. Jo te Kotra Bebushit, po morali mbi Varreza. Kemi pas kërkesë për Agjencionin Memorialov që me pas një ide prej një artistit komunës Shtimes, po realisht nuk është që kemi marrë atë guxim me bo një ide vetëm për një artistit komunës Shtimes. Ne kemi thonë agjencion që dush me shpall një procedurë të prokurimit në agjencion që ajet jetë ide që ka artista pak ma shumë se sa Trethit Shtimes, se masakra e Çakut është ma e madhe se sa pjesa e komunës Shtimes. Te Kodra Bebushit, po ashtu ne kemi bo kërkesë, se është në menaxhimin e agjencionit memorialov, edhe Kodra, edhe kompleksi, edhe Varrezat e dëshmorëve. Nëse na bëjmë një projekt, edhe e dorëzojmë në agjencinë memorialov, ata ka mundësi në këtë vit, në qarkuar në port buxhetit, me aprovu. Kështu që ne jemi ametet bashkarisht komplet, me pos idenë se çka dojmë, do e përfshi edhe fshatin e Çak, edhe komplet ekzekutivin edhe legislativin, me dërgu idenë, propozimin për idenë që ka Adem Ramadani, edhe besoj fuqishëm që ata e aprovojnë. Se ata lypin qësi kërkesa. Masi është e papërfunduar me komplet kompleksi, nuk besoj që e refuzohet kjo kërkese e fshatit e Çak përkatësisht e Adem Ramadanit. Kështu që kjo ke për mua sqarimi, edhe një informacion që është jo zyrtar, po e them, është diskutuar shumë vite në ashtim e parë që në komunën e Shtimes të ndërtohet një muze i memores për viktimat, për martyrët e krejt Kosovës, jo vetëm të komunës Shtimes. Po për shkak të emblemës së Çakut është vendos jo zyrtarisht më ndërtu në komunën e Shtimes, po këtë informacion ashtu do të me diskutuar me Ministrinë e Kulturës edhe me Agjencionin e Memorialeve të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit drejtor. Thash që përgjigje tjera do t'i merrni me shkrim, e di që edhe qytetarët kanë nevojë me i marrë përgjigjet, edhe jo si koleg, edhe unë gjithashtu. Po sinqerisht jemi keq me kohën dhe ashtu dakordum që në fillim që përgjigjet i marrim me shkrim me gjithë kolegët asamblesë. Edhe po vazhdoj me pikën tjetër apo dëshironi që të shkojmë pauzë pasi që është koha drekës, se shumë po ma bojnë me dije që dëshirojnë me ngrënë. Kështu që bashkarisht kishim bashkarisht po vendosim që të shkojmë pauzë një orë. Faleminderit. Ushqimin hanë sipas dëshirës.